Ndodhemi në portalin qeveritar i Albania. Ky është një sesion ndihmës se si të aplikojmë në formularin A1 të maturës shtetërore. Fillimisht duhet që të jemi të regjistruar dhe të kemi hyrë në portal. Për këtë mund të ndiqni sesionin tjetër ndihmës të regjistrimit dhe hyrjes në portal. Në faqen e parë ndodhet një kuti kushtuar aplikimit të formularit A1. Lexojmë informacionin dhe klikojmë Lexo të plot. Faqja që do të hapet është shërbimi i maturës shtetërore 2013, në të cilën mund të lexojmë më shumë mbi ligjet ku është mbështetur, hapat që duhen ndjekur, kontaktet të institucioneve përgjegjëse dhe ndihma të mëtejshme. Duhet të shtypim butonin Përdor shërbimin. Në këtë moment shfaqet shërbimi elektronik i maturës shtetërore dhe mundësia për të nisur një aplikim të ri. E shtypim atë. Për të nisur me aplikimin, tek formulari A1 zgjedhim butonin Apliko. Në këtë moment hapet formulari A1. Të dhënat personale. Të dhënat personale janë të paeditueshme pasi ato vijnë nga regjistri civil. Ju mund të plotësoni me një adresë emaili tjetër, si dhe celularin e kontaktit. Fillojmë të plotësojmë të dhënat shkollore. Prefektura. Emri i shkollës ku studion. Shohim që qyteti, fshati plotësohet në mënyrë automatike dhe është e paeditueshme. Indeksi i profilit, emërtimi i profilit janë të paplotësueshme, pra nuk mund të plotësohen, pasi ato do të plotësohen nga mbikëqyrësi i shkollës. Zgjedhim klasën, vitin. Nuk duam të aplikojmë për studime jashtë vendit. Pjesa e tretë janë të dhënat e lëndëve që ju do të zgjidhni. Zgjedhim biologji e thelluar dhe ekonomi e thelluar. Shuma e krediteve është 10. Neve mund të vazhdojmë me ruajtjen e aplikimit ose dërgimin e saj. Është e rëndësishme të theksohet që formulari mund të ketë gabime. Për shembull, në qoftë se zgjedhim ekonomi e thelluar, fushat dalin të nënvizuara me të kuqe dhe mesazhi është: ju lutem zgjidhni 2 lëndë të ndryshme. E rikthejmë lëndën e zgjedhur në biologji e thelluar. Tashmë forma nuk ka asnjë gabim dhe butonat ruaj si draft, dërgo aplikimin janë të aktivizuar. Ruaj si draft bën të mundur ruajtjen e të dhënave dhe rishikimin e tyre në një moment të dytë, duke mundësuar editim të formës. Dërgo aplikimin bën të mundur dërgimin e formës për procesim dhe konfirmim nga shkolla juaj. Shtypim ruaj si draft. Statusi draft. Neve mund ta editojmë formën në këtë moment, në qoftë se duam të bëjmë ndryshime të tjera, për shembull, lënda e zgjedhur, zgjedhim fizik e thelluar, dhe pasi sigurohemi që të gjitha të dhënat e tjera janë të sakta, shtypim dërgo aplikimin. Shohim që statusi i aplikimit ndryshon në të dërguar dhe përgjigjja është: paraqituni në shkollë të përfundoni aplikimin. Ju keni mundësi që të shikoni formularin
por nuk keni mundësi ta modifikoni dhe ta ridërgoni atë, nuk keni mundësi as të fshini formularin, pasi butoni është jo aktivizuar. Me kaq përfundon aplikimi në formularin A1.